Çmimet e naftës u rritën të mërkurën duke u larguar nga niveli më i ulët shtatjavor pasi ushtria amerikane nisi sulme të reja kundër Iranit. Të dhënat e tregut treguan një tjetër tërheqje të madhe të rezervave të naftës bruto në SBA. Kontratat e ardhshme të naftës Brent u rritën me 66 cent duke shkuar në $92.11 për fuqi. Ushtria amerikane goditi objektiva iraniane pasi presidenti Donald Trump u zotua të martën se do t'i përgjigjej rrëzimit të një helikopteri amerikan. Ky përshkallëzim i ri kërcënon të prish një armpushim të brisht midis Washingtonit dhe Teheranit. Sulmet e fundit e zhvendosën fokusin e tregtarëve përsëri drejt rreziqeve të luftës dhe ndërprerjeve të mundshme të furnizimit, thon analistët e tregjeve. Meqense nuk ka asnjë marrëveshje të afërt në horizont dhe me tregun global të naftës që po shtrëngohet ndjeshëm çdo ditë, ne shohim rritje të çmimeve, veçanërisht në sektor ndërprerje vazhdojnë në tremujorin e tretë, një periudhë me kërkesë më të fortë sezonale për naftë, thon analistët. Ndërkohë javën e fundit ishte parë një fluks në rritje importeve të naftës nga lindja e mesme. Sipas shifrave, importet e karburanteve për avion nga BE-ja dhe Mbretëria e Bashkuar nga porti Yanbu i detit të Kuq e Arabisë Saudite arritën në 118.000 fuqi në ditë në javën e parë të qershorit, nivelet e tyre më të larta që nga gushti i vitit 2025. Gjithsesi, çmimi i naftës ka patur impakt të lartë negativ mbi treguesit e ekonomisë globale, përfshirë ato amerikane. Investitorët do të shqyrtojnë të dhënat e inflacionit në SBA më vonë të mërkurën për të vlerësuar ndikimin e luftës. Një anketë e ekonomistëve të Reuters parashikon se inflacioni ka të ngjarë të rritet me 4.2% në 12 muajt deri në maj, në ato që do të ishte rritja më e madhe vjetore që nga prilli i vitit 2023.